Si ta përdorësh sekretin. Ti je krijues dhe prandaj, kur përdor ligjin e tërheqjes, procesi krijues është I thjeshtë. Fal punës së tyre të mrekullueshme, mësuesit dhe avatarët më të mëdhenj e kanë përçuar procesin krijues në një mori të panumërt formash. Disa mësues të mëdhenj kanë krijuar histori për të treguar mënyrën se si funksionon universi. Mençuria që përmbajnë historitë e tyre është transmetuar me kalimin e shekujve derisa është bërë legjendare. Shumë njerëz sot nuk e kuptojnë që thelbi I këtyre historive është vetë e vërteta e jetës. James Ray thot: "Mendo për Aladinin dhe llampën e tij. Ai e merr e fërkon dhe pastaj shfaqet Gjindi. Gjindi thot gjithmonë një gjë: dëshirat e tua janë urdhra për mua." Në versionin që tregohet tani, dëshirat janë 3, por nëse analizon origjinën e historisë, do të shohësh që për dëshirat nuk ka asnjë kufi. Mendo për këtë. Tani, merre këtë metaforë dhe zbatoje në jetën tënde. Mos harro që vetëm Aladini është ai që kërkon gjithmonë atë që dëshiron. Prandaj është universi në përgjithësi I cili është Gjindi. Traditat I kanë vënë emra të ndryshëm, engjëlli I mbrojtës, vetja jote superiore, mund t'i vëmë çdo emërtim dhe të zgjedhim atë që është më I përshtatshëm për ne, por e gjithë tradita na mëson që ekziston diçka më e madhe se ne. Dhe Gjindi thot gjithmonë një gjë: dëshirat e tua janë urdhra për mua. Kjo histori e mrekullueshme tregon se si gjithë jeta jote dhe gjithçka që I përket asaj është krijuar nga ti. Gjindi thjesht ju përgjigjet urdhrave të tua. Gjindi është ligji I tërheqjes, ai është gjithmonë I pranishëm dhe dëgjon gjithmonë gjithçka që ti mendon, flet dhe vepron. Gjindi niset me mendimin që ti dëshiron të gjitha gjërat që I mendon, ato për të cilat flet dhe gjërat që bën. Ti je padroni I universit dhe Gjindi gjendet aty për të shërbyer. Gjindi nuk I vë asnjëherë në diskutim urdhrat e tua. Ti I mendon ato dhe Gjindi menjëherë fillon ta vërë në lëvizje universin nëpërmjet njerëzve, rrethanave dhe ngjarjeve me qëllim që të përmbush dëshirat e tua. Procesi krijues. Procesi krijues që është marrë nga dhjata e re e Biblës dhe është përdorur te sekreti, është një udhëzues I thjeshtë për mënyrën se si me anë të 3 hapave të arrish të krijosh atë që do. Hapi I parë: kërko. Liza Nichols ka thënë: hapi I parë është të kërkosh. Ti japësh një urdhër universit. Ti bësh të ditur se çfarë do, dhe ai u përgjigjet mendimeve të tua. Bob Proctor ka thënë: çfarë do në të vërtetë? Ulu dhe shkruaje në një copë letër, shkruaje në kohën e tashme. Mund të fillosh duke shkruar: jam shumë I lumtur dhe mirënjohës tani që... Edhe shpjego si dëshiron që të jetë jeta jote në çdo fushë. Duhet të zgjedhësh atë që dëshiron, por më parë duhet I kesh të qarta idetë për këtë. Kjo është puna jote. Nëse nuk I ke idetë të qarta, atëherë ligji I tërheqjes nuk mund të sjellë atë që dëshiron, sepse do të dërgosh një frekuencë të ngatruar dhe mund të marrësh vetëm rezultate të paqarta. Ndoshta për herë të parë në jetën tënde, përpiqu të zbulosh çfarë dëshiron në të vërtetë. Tani që e di që mund të kesh, të jesh, të bësh çfarë do dhe që nuk ka kufi, çfarë dëshiron. Kërkimi është hapi I parë në procesin krijues, prandaj bëje zakon që të kërkosh. Nëse duhet të zgjedhësh dhe nuk e di nga cila anë të shkosh, kërko. Nuk duhet të kesh asnjëherë pasiguri në jetë, vetëm kërko. Dr. Joe Vital ka thënë: kjo është me të vërtetë zbavitse, sikur universi të ishte një katalog nga ku mund të zgjedhësh, ti e shfleton dhe thua: dua të kem këtë përvojë, atë produkt dhe një njerëz si ai. Je ti ai që jep urdhra universit, kaq që thjesht është. Nuk është nevoja të kërkosh herë pas here, mjafton të kërkosh vetëm një herë. Është një lloj sikur të porositësh nga një katalog. E porosit dhe diçka vetëm një herë, dhe nëse nuk e bën porosin, por dyshon nëse porosia është marrë dhe kështu e bën porosin në mënyrë të përsëritshme, kjo nuk funksionon, vetëm një herë porositet. E njëjta gjë ndodh edhe me procesin krijues. Hapi I parë është thjesht qartësimi I ideve për atë që dëshiron. Kur ti kesh ide të qarta, ke kërkuar.
Hapi i dytë, beso. Lisa Nichols ka thënë, hapi i dytë është të besosh. Beso që ajo çka dëshiron tashmë është e jotja. Ruaj atë që mua më pëlqen t'i them, besim i patundur, besim tek e padukshmja. Duhet të besosh se e ke marrë atë që ke kërkuar, duhet të di se ajo që dëshiron është e jotja në çastin që e kërkon. Duhet kesh besim të plot dhe absolut. Kur bën një porosi nëpërmjet katalogut, do të qetësohesh nga që e di se artikulli do të mbërri dhe kështu do të vazhdosh të jetosh normalisht. Robert Collier ka thënë, gjërat që i dëshiron shikoj sikur të ishin të tuat. Dije që do të vinë atëherë kur të kesh nevojë për to. Pastaj lëri të vinë, mos u shqetëso dhe mos rri në ankth për to. Mos mendo pse të mungojnë, quaj si të tuat, sikur të përkasin ty, sikur i ke tashmë ndërkaq. Në çastin që kërkon, por beson dhe e di se atë çka dëshiron e ke në një nivel të padukshëm, gjithë universi vjet në lëvizje për të ta sjellë edhe në nivelin e dukshëm. Duhet të veprosh, të flasësh dhe të mendosh sikur po e merr tani. Pse? Universi është pasqyrë dhe ligji i tërheqjes po të dërgon imazhet e mendimeve të tua mbizotruese. Jap se ka kuptim për fytyrimi sikur po e merr atë që dëshiron. Nëse mendimet e tua përmbajnë idenë se nuk e ke marrë ende objektin e dëshirave të tua, do të vazhdosh të tërheqësh situata të kësaj kategorie. Duhet të besosh që tashmë e ke, që e ke marrë. Duhet të emëtosh frekuencën e ndjenjave që tregojnë se e ke marrë atë që dëshiron, që këto imazhe të shndërrohen në realitet. Kur ta bësh këtë, ligji i tërheqjes do t'i lëviz fuqishëm të gjitha rrethanat, njerëzit dhe ngjarjet me qëllim që ti ta marrësh atë që dëshiron. Kur rezervon pushimet, porosit një makinë të re apo blen një shtëpi, ti e di që ato gjëra janë të tuat. Nuk do të rezervoje pushime të tjera për të njëjtën periudhë kohore, apo të blije një makinë ose shtëpi tjetër. Nëse ke fituar një lotari apo ke trashëguar një pasuri të madhe, e di që tashmë parat janë të tuat, edhe pse fizikisht nuk i ke ende në dorë. Kjo është ndjesia të besuar që është e jotja, që tashmë e ke, që e ke marrë. Gjërat që do kërkoj duke ndjerë dhe duke besuar që ato janë të tuat. Kur ta bësh këtë, ligji i tërheqjes do t'i lëviz fort të gjitha rrethanat, njerëzit dhe ngjarjet që ti ta marrësh atë çka dëshiron. Si mund ta bindesh veten për të besuar? Fillo të shtiresh. Bëj si fëmijë dhe sillu sikur ajo që do është e jotja. Vepro sikur e ke tashmë, ndërsa vepron kështu, fillo të besosh sikur e ke marrë atë që do. Gjindju përgjigjet gjithmonë mendimeve të tua mbizotruese dhe jo vetëm në çastin që kërkon. Jap se pasi të kesh kërkuar, duhet vazhdosh të besosh e të dish. Ki besim, bindja që tashmë e ke, besimi i patundur është fuqia jote më e madhe. Kur beson që je duke marrë, përgatitu dhe shiko magjinë që ndërkaq fillon. Mund të kesh atë që do, nëse di ta modelosh në mendimet e tua. Nuk ka ëndër që nuk bëhet realitet nëse mëson të përdorësh forcën krijuese që funksionon nëpërmjet teje. Metodat që funksionojnë vetëm për njërin do të funksionojnë për të gjithë. Çelësi i fuqisë ka të bëjë me përdorimin e asaj që ke, lirshëm plotësisht, duke i hapur kështu tërësisht kanalet që përmes teje të rrjedh sa më shumë forca krijuese. Dr. Joe Vital ka thënë, universi do të fillojë të riorganizohet në mënyrë që të ndodhë ajo që ti dëshiron. Jack Canfield ka thënë, pjesa më e madhe prej nesh nuk e kemi lejuar veten ta duam atë që dëshirojmë me të vërtetë, sepse nuk mund të shohim se si do të shfaqet. Bob Proctor ka thënë, mjafton të bësh një hulumtim të vogël dhe do të kuptosh se çdo kush që ka arritur diçka nuk e dinte si do t'ja arrinte, e dinte vetëm se do ta bënte. Dr. Joe Vital ka thënë, nuk është nevoja ta dish si do të realizohet, as të dish si do të riorganizohet universi. Se si do të ndodhë, se si do të ta sjellë universi, ky nuk është shqetësimi apo puna jote. Këtë lërja universit në dorë,
Kur kërkon të kuptosh si do të ndodh, emeton një frekuencë ku dallohet qartë mungesa e besimit, që nuk beson se tashmë e ke atë që dëshiron. Mendon se ti duhet ta bësh, por nuk beson që universi do ta bëjë për ty. Në procesin krijues, sia nuk është kompetencë jotja. Bob Proctor ka thënë, ti nuk e di se si do të shfaqet ajo, do ta përcaktosh vetë mënyrën. Lisa Nichols ka thënë, pjesën më të madhe të kohës, kur nuk shohim gjërat që kemi kërkuar, zhgënjehemi dhe fillojmë të dyshojmë. Dyshimi të sjell ndjesinë e zhgënjimit. Merre këtë zhgënjim dhe transformoje. Njihe atë ndjesi dhe zëvendësoje me një ndjesi besimi të patundshme. E di që do të vi. Hapi i tretë. Merr. Lisa Nichols ka thënë, hapi i tretë dhe i fundit në proces është të marrësh. Fillo të ndihesh mirë, ndihu siç do të ndihesh kur të arrijë ajo që dëshiron. Ndjeje tani. Në këtë proces është rëndësishme të ndihesh mirë, të jesh i lumtur, sepse kur ndihesh mirë, e vë veten në frekuencën e asaj çka dëshiron. Ky është univers ndjenjash. Nëse beson në diçka nga ana intelektuale, por ndjenjat e tua nuk korrespondojnë me të, nuk ka fuqi të mjaftueshme atëherë që të tërheqësh atë që do në jetën tënde. Duhet ta ndjesh. Kërko një herë, beso se e ke marrë atë që e ke kërkuar, dhe gjëja vetme që të mbetet të bësh për ta pasur është të ndihesh mirë. Kur ndihesh mirë, je në frekuencën e matjes, je në frekuencën që do të t'i sjellë të gjitha gjërat e mira dhe do t'i marrësh ato që ke kërkuar. Nuk do të kërkoje kur diçka që nuk do të bënte të ndihesh e mirë, apo jo? Prandaj fute veten në frekuencën e të ndjerit mirë dhe ajo që dëshiron do të mbërrijë. Një mënyrë e shpejtë për të futur në atë frekuencë është të thuash, po i marr tani. Tani po i marr të gjitha të mirat në jetën time. Po e marr dhe fut objektin dëshirës sate tani. Dhe pastaj ndjeje sikur ta kishe marr. Mersi, shoqja ime e ngushtë, është vërtet shumë e zonja për të arritur gjërat që do dhe i ndjen të gjitha. E ndjen se si do t'ishte sikur ti kishte gjërat që kërkon. I ndjen të gjitha sikur ato tashmë ekzistojnë. Nuk e vret mendjen nga ku, si apo kur. Ajo thjesht e ndjen atë që do dhe kjo e fundit shfaqet. Prandaj, ndihu mirë tani. Bob Proctor ka thënë, kur këtë ëndër e kthe në realitet, je në gjendje të krijosh ëndra më të mëdha e më të mira. Dhe ky, o miku im, është procesi krijues. Dhe do të merrni gjithçka që dëshironi, nëse do të keni besim. Mateo 21:22. Të gjitha ato që kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe do t'i merrni. Marku 11:24. Bob Dyle ka thënë, ligji i tërheqjes, studimi dhe praktika e tij lidhen me të imagjinuarit e gjërave që të ndihmojnë të lindë ndjenja për ta pasur tani atë çka dëshiron. Shkoj bëj një xhiro prove me atë makinë, shkoj bëj pazar për atë shtëpi, hyr në atë shtëpi, bëj ç'është e nevojshme për të provuar ndjesinë e të pasurit tani dhe mbaje mend atë ndjesi. Çfarëdo që të bësh për ta pasur objektin që dëshiron, do të të ndihmojë ta tërheqësh në kuptimin e mirëfill të fjalës. Kur e ndjen sikur e ke ndërkaq dhe ndjesia është aq reale sa të duket sikur e ke me të vërtetë, je duke besuar që e ke marrë dhe do ta marrësh. Bob Dyle ka thënë, mund të ndodhë që një mëngjes të zgjohesh dhe ta gjesh aty, është konkretizuar, ose mund të të vijë ndonjë frymëzim që të ndërmarrësh ndonjë veprim. Natyrisht nuk duhet të thuash, po mund ta bëj kështu, por nuk më pëlqen as pak. Nëse është kështu, nuk po i bën atë që duhet. Ndonjëherë do të lindë nevoja për veprim, por nëse po e bën atë paralelisht me atë që po përpiqet të sjellë universi, do të ndihesh i gëzuar, do të ndihesh shumë i gjallë. Koha do të ndalojë dhe ti mund ta bësh atë gjatë gjithë ditës. Për disa njerëz, veprimi është një fjalë që mund të nënkuptojë punë, por veprimi i frymëzuar nuk duket as pak si punë.
Ndryshimi mes veprimit të frymëzuar dhe veprimit në përgjithësi është ky. Veprimi i frymëzuar është ai kur ti vepron për të marrë. Nëse vepron dhe përpiqesh ta bësh diçka të ndodh, ke bërë një hap mbrapa. Veprimi i frymëzuar është i pamundimshëm dhe të jep një ndjesi të mrekullueshme, sepse je në frekuencën e marrjes. Përfytyroje jetën sikur të ishte një lum i rrëmbyeshëm. Kur je duke vepruar për ta bërë diçka të ndodh, do të duket sikur je duke ecur në drejtimin e kundërt të rrjedhës së lumit. Do të duket e vështirë si një luftë. Kur je duke vepruar për të marrë nga universi, do të duket sikur je duke ecur në drejtimin e mbarë të rrjedhës së lumit. Do të duket diçka e pamundimshme. Kjo është ndjesia e veprimit të frymëzuar dhe të qenit në rrjedhën e universit dhe të jetës. Ndonjëherë nuk do ta vësh re fare që ke përdorur veprim deri kur të marrësh, sepse aq i mirë të zhdukur veprimi. Pastaj do të kthesh kokën pas dhe do të mrekullohesh nga mënyra se si universi ka bartur në matricën e tij atë që ti dëshiroje dhe e ka sjell tek ti. Dr. Joe Vital thotë: universi ti pëlqen shpejtësia, mos u vono, mos u mendo përsëri, mos dysho. Kur është mundësia, kur është impulsi, kur është shtytja e brendshme intuitive, vepro. Kjo është detyra jote, kaq duhet të bësh. Besoju instinkteve të tua. Është universi ai që të frymëzon. Është universi ai që komunikon me ty në frekuencën e marrjes. Nëse ke një ndjesi intuitive apo instinktive, ndiqe dhe do të shohësh që universi po të lëviz magnetikisht që të arrish të marrësh atë që ke kërkuar. Bob Proctor thotë: do të tërheqësh gjithçka që kërkon. Nëse ke nevojë për para, do t'i tërheqësh ato. Nëse ke nevojë për njerëz, do t'i tërheqësh ata. Nëse ke nevojë për një libër, do ta tërheqësh atë. Duhet jesh i vëmendshëm për gjërat që të tërheqin, sepse kur mban imazhe të gjërave që do të jesh tërhequr prej tyre dhe këto të fundit do të tërhiqen nga ti. Por objekti i dëshirave të tua, me kuptimin e mirëfillt të fjalës, lëviz në realitetin fizik me ty dhe nëpërmjet teje, edhe e bën këtë me ligjin. Mbaj mend, ti je magneti që tërheq gjithçka pas vetes. Kur e ke të qartë në mendje se çfarë do, je shndërruar në një magnet që tërheq gjërat që dëshiron dhe ato magnetizohen prej teje. Sa më shumë që të praktikosh, aq më shumë ti e njeh dhe sheh ligjin e tërheqjes teksa të sjell gjëra. Aq më fort do të bëhet aftësia jote magnetike, sepse do të shohësh forcën e besimit, të bindjes dhe dijes. Mund të fillosh nga hiçi dhe nga hiçi dhe e pamundshmja do të mbërri e mundshmja. Nuk nevojitet asgjë tjetër veç teje dhe aftësisë për t'i menduar gjërat që të bëhen realitet. Gjithçka që është shpikur dhe krijuar gjatë gjithë historisë së njerëzimit ka filluar me një mendim. Nga ai mendim lindi një rrugë që u shfaq nga e padukshmja në të dukshmen. Përfytyro një makinë që po ecë në mes të natës. Dritat e përparme ndriçojnë vetëm 30 deri në 60 metra përpara dhe ti mund të shkosh nga Kalifornia në New York duke ecur në errësirë, sepse do duhet të shohësh vetëm 60 metrat në vijim. Kështu shpaloset jeta para nesh. Nëse besojmë që 200 metrat në vijim do të shpalosen ashtu dhe pas kësaj do të shpalosen 200 metrat e tjera, jeta jote do të vazhdojë të shpaloset dhe do të të çojë në destinacionin që ke dashur vërtet, sepse kjo është ajo që do. Besoj universit, besoj, mendo dhe ki besim. Unë as që e kisha idenë se si do të arrija ta sillja njohjen e sekretit në ekran. U kapa fort pas rezultatit të vizionit, e pasha të qartazi në mendjen time, e ndjeva me gjithë fuqinë time dhe kështu na erdhi gjithçka që duhej për të realizuar sekretin. Bëje hapin e parë me besim. Nuk është nevoja të shohësh të gjitha shkallët, mjafton vetëm të bësh hapin e parë, ka thënë Martin Luther King. Sekreti dhe trupi yt. Le të shohim se si përdoret procesi krijues
për ata që ndihen se janë mbi peshë dhe duan të dobësohen. Gjëja e parë që duhet të bësh është, nëse përqendrohesh tek rënja në peshë, do të tërheqësh nevojën për të rënë edhe më shumë, prandaj hiqen nga mendja idenë duhet të dobësohen. Kjo është arsyeja pse dietat nuk funksionojnë. Duke qenë i përqendruar në rënje në peshë, do të tërheqësh në mënyrë të vazhdueshme nevojën për të dobësuar. Gjëja e dytë që duhet të dish është, gjendja jote e të qenit mbi peshë është krijuar nga mendimi yt. Thënë me fjalë të thjeshta, përderisa një person është mbi peshë, kjo ka ardhur pak a shumë nga konceptimi me vetëdije i mendimeve të shëndoshjes. Një person nuk mund të çojë në mendje mendime satanike e të jetë i shëndosh. Do të binte në kundërshtim me ligjin e tërheqjes. Nëse njerëzve u është thënë që kanë tiroide me zhvillim të ngadalt, metabolizëm të ngadalt, apo që konstrukti i trupit të tyre është i trashëguar, të gjitha këto janë maskime të menduarit me mendime të shëndoshjes. Nëse e pranon ndonjërin prej këtyre kushteve si të vlefshëm për ty dhe e beson, kjo do të shndërrohet pashmangshmërisht në përvojën tënde dhe do të vazhdosh të tërheqësh mbi peshë. Pas lindjes së dy vajzave të mia, isha mbi peshë dhe e di që kjo vinte nga që dëgjoja dhe lexoja lajme që thoshin se është e vështirë të biesh në peshë pas lindjes së një fëmie, por sidomos është edhe më e vështirë pas lindjes së fëmijës së dytë. Ishte pikërisht kjo që kisha tërhequr me mendimet e shëndoshjes. Dhe në fakt, kjo ka qenë përvoja ime. E mbaja shumë mendjen aty dhe sa më shumë e vëreja këtë, aq më shumë shëndoshesha. Brenda një kohe të shkurtër, arrita në 65 kg, vetëm prej mendimeve të shëndoshjes. Mendimi më i përhapur që e kisha edhe unë, është ushqimi sjell shtimin në peshë. Kjo është një bindje që nuk të ndihmon dhe tani mua më duhet një budallallëk i madh. Ushqimi nuk ka të bëjë fare me shtimin në peshë. Mendimi yt që ushqimi është përgjegjës për shtimin në peshë bën që gjithçka dhe që gjithë ai ushqim që ti mund ta hash të shëndosh. Mbaj mend se mendimet janë shkaku parsor i gjithçkaje. Pjesa tjetër janë efektet që japin ato. Nëse ke mendime perfekte, si rezultat do të kesh edhe një peshë perfekte. Çlirohu nga të gjitha mendimet kufizuese. Ushqimi nuk mund të të shëndosh përveç se kur ti mendon të kundërtën. Pesha ideale është ajo që ti e percepton si perfekte për ty. Mendimet e të tjerëve nuk kanë rëndësi. Pesha perfekte është ajo që ty të bën të ndihesh mirë. Me siguri duhet të njihnin ndonjë që është i hollë dhe has i derë, por ai prapë thot me krenari, unë ha ç'të dua dhe kam gjithmonë peshën perfekte. Dhe ndërkaq gjindi i universit thot, dëshirat e tua janë urdhra për mua. Për të tërhequr peshën dhe trupin perfekt, duke përdorur procesin krijues, ndiq këto hapa. 1. Kërko. Përcaktoje qartë se sa do që të peshosh, përfytyroje në mendjen tënde pamjen që do të kesh kur të arrish peshën perfekte. Nëse ke, nxjerr fotografitë kur ke dalë në peshën tënde perfekte dhe shikoji shpesh. Nëse nuk ke, nxjerr fotografitë e trupit që do të pëlqente të kishe dhe shikoji shpesh. Hapi i dytë, beso. Duhet të besosh se do ta marrësh atë që kërkon dhe që pesha perfekte tashmë është e jotja. Duhet të përfytyrosh, të pretendosh dhe të sillesh sikur pesha perfekte është e jotja. Duhet ta përfytyrosh veten në atë peshë. Shkruaje peshën tënde perfekte në një fletë, ngjite në xhamin e peshores ose mos u pesho fare. Mos kundërshto atë që e ke kërkuar me mendime, fjalë dhe veprime. Mos blej rroba që i përshtaten peshës së ata aktuale. Ki besim dhe përqendrohu te rrobat që do të blesh. Të tërheqësh peshën perfekte është si të porositësh diçka nga katalogu i universit. Shfleto katalogun, zgjidh peshën perfekte, bëj porosinë dhe artikulli do të vijë. Përpiqu të kërkosh, të admirosh dhe të lavdërosh thellë brenda teje njerëzit që pasqyrojnë idenë tënde për një trup me peshën perfekte. Kërkoj ata dhe ndërsa i admiron, eksperimento me ndjenjat, sepse kështu je duke i thirrur tek ti. Nëse sheh njerëz që janë mbi peshë, largoji syt nga ata dhe drejtoje mendjen tek imazhet që ke për veten në trupin perfekt dhe ndjeje atë.
Hapi i tretë, merr. Duhet të ndihesh mirë me veten tënde. Kjo është e rëndësishme sepse nuk mund ta tërheqësh peshën perfekte nëse ndihesh keq me trupin tënd. Nëse ndihesh keq me trupin tënd, kjo është ndjenjë e fuqishme dhe do të vazhdosh të tërheqësh më shumë ndjenja negative për trupin tënd. Nëse je kritik dhe kërkon të meta tek ai, nuk ke për ta ndryshuar kurrë trupin tënd, madje do të tërheqësh edhe më shumë peshë tek vetja. Lavdëroje dhe bekoje çdo centimetër të trupit tënd. Mendo për të gjitha gjërat perfekte rreth teje. Kur mendimet e tua janë perfekte dhe ndihesh mirë me veten tënde, gjendesh në frekuencën e peshës sate perfekte dhe kështu je duke tërhequr perfeksion. Në njërin prej librave të tij, Wallace Wattles na jep një këshill të mrekullueshme mbi të ngrënit. Ai këshillon që kur të jemi duke ngrënë të përqendrohemi tërësisht te përtypja. Përqendrohu të provosh ndjesinë e ngrënies së ushqimit dhe mos lejo që mendja të shpërqendrohet në gjërat e tjera. Je i pranishëm në trupin tënd dhe shijoj të gjitha ndjesitë e përtypjes së ushqimit në gojë. Provoje sapo të hash. Kur ti je plotësisht i pranishëm gjatë ngrënies, shija e ushqimit është vërtet e mrekullueshme. Kur e lejon mendjen të shpërqendrohet, shija praktikisht zhduket. Jam i bindur se po ta ham ushqimin në të tashmen, plotësisht të përqendruar në përvojën e kënaqshme të ngrënit, ushqimi përthithet përsosmërisht në trupin ton dhe si rezultat, ai duhet të jetë në perfeksion. Fundi i historisë mbi peshën time është se tani ruaj peshën perfekte prej 53 kg dhe ha çfarë të dua. Prandaj, përqendrohuni në peshën tuaj perfekte. Sa kohë duhet? Dr. Joe Vital thotë: diçka tjetër për të cilën njerëzit vrasin mendjen është sa kohë duhet që të shfaqet makina, lidhja, parat. Nuk ka asnjë rregullore që të thotë se do të duhen 30 minuta, 3 ditë apo 30 ditë. Kjo varet nga koordinimi yt me vetë universin. Koha është vetëm një iluzion, këtë e ka thënë vetë Einsteini. Nëse kjo është hera e parë që e ke dëgjuar, mund të duket koncept i vështirë, sepse je mësuar të shohësh gjërat të ndodhin njëra pas tjetrës, ndërkohë që Einsteini dhe fizikantët e kuanteve thonë se gjithçka ndodh njëkohësisht. Nëse arrin ta kuptosh që koha nuk ekziston dhe ta pranosh këtë koncept, atëherë do të shohësh që gjithçka që dëshiron për të ardhmen tashmë ekziston. Nëse gjithçka ndodh në të njëjtën kohë, atëherë versioni paralel i vetes sate me atë që dëshiron tashmë ekziston. Universi nuk ka nevojë për kohë që ta konkretizojë atë çka do. Vonesat kohore që has ndodhin për shkak të vonesës sate për të besuar, për të njohur dhe për të ndjerë që tashmë e ke objektin tënd të dëshirës. I je ti ai që po futesh në frekuencën e asaj që do. Kur të futesh në atë frekuencë, gjërat që dëshiron do të shfaqen. Bob Dylan thotë: dimensionet nuk janë asgjë për universin. Është vërtetuar shkencërisht se të tërheqësh diçka që e konsideroje gjigante nuk është më e vështirë se sa të tërheqësh diçka që sipas nesh është jashtëzakonisht e vogël. Universi bën gjithçka pa u sforcuar fare. Bari nuk rritet me vështirësi, nuk ka fare sforcim. Gjithçka funksionon për mrekulli. Gjithçka varet nga ajo që po ndodh në mendjen tënde, nga ajo që ne klasifikojmë kështu. Kjo është e madhe, do të doja ca kohë dhe kjo është e vogël, jap një orë kohë. Këto janë rregulla që i përcaktojmë vetë, por për universin nuk ekzistojnë rregulla. Ti sillu sikur tashmë e ke objektin e dëshirës, dhe ai do të përgjigjet sido që të jetë. Për universin nuk ekzistojnë as koha dhe as dimensionet. Është shumë e thjeshtë të konkretizosh $1, aqsa është e thjeshtë edhe për $1.000.000. Bëhet fjalë për të njëjtin proces dhe arsyeja vetme pse diçka mund të vijë më shpejt dhe diçka tjetër mund të zgjasë më shumë, shpjegohet me faktin se ti ke menduar që $1.000.000 janë një shumë e madhe parash, edhe që $1 është një shumë e vogël. Bob Dylan thotë: disa njerëz e kanë më të lehtë me gjërat e vogla dhe ndonjëherë themi që ta fillojmë me diçka të vogël, si me një filxhan kafeje. Bëje synimin tënd tërheqje në një filxhan kafeje sot. Bob Proctor thotë:
Përfytyro sikur po bisedon me një mik të vjetër, të cilin ke kohë që nuk e ke parë. Ka mundësi që dikush do të filloj të flasë për atë njeri. Dhe ai person do të telefonoj ose do të marrësh një letër prej tij. Të fillosh me diçka të vogël është një mënyrë e lehtë për të eksperimentuar me ligjin e tërheqjes me sytë e tu. Tani po tregoj historinë një djaloshi që ka bërë pikërisht kështu. Pasi pa sekretin, ai vendosi të fillojë me diçka të vogël. Krijoi në mendje një imazh të një puple unike, i dha disa karakteristika të veçanta në mënyrë pa dyshime më të vogël, të dinte nëse do ta shihte këtë pupull dhe të kuptonte që ajo kishte ardhur nëpërmjet përdorimit të qëllimshëm të ligjit të tërheqjes. Pas 2 ditësh u gjend në një rrugë në New York dhe po bëhej gati të hynte në një rrokaqell. Ai tha se nuk e dinte pse, por kishte parë poshtë dhe te këmbët e tij, në hyrje të rrokaqellit apo qellgërvishtëses të New Yorkut, ishte pupla. Dhe jo pupull çfarëdo, por ajo që ai kishte përfytyruar. Ishte identike me imazhin që kishte krijuar në mendje, me të gjitha karakteristikat e veçanta. Në atë çast, ai e kuptoi pa dyshimin më të vogël që shfaqja e puplës ishte vepër e ligjit të tërheqjes në gjithë madhështinë e tij. Kuptoi që kishte një aftësi dhe fuqi fantastike për të tërhequr diçka nëpërmjet forcës së mendjes. Me besim absolut, ai tani ka filluar të tërheqë gjëra më të mëdha. Njerëzit mrekullohen se si i gjej vendet e parkimeve. E kam bërë këtë që kur kuptova sekretin. Përfytyrova një hapësirë parkimi mua aty ku doja dhe 95% të rasteve e gjeja dhe parkoja. Në 5% të rasteve prisja 1 ose 2 minuta, pastaj një person dilte dhe hyja unë. E bëj gjithmonë këtë. Tani mund ta kuptosh përse. Një person që thot se unë gjej gjithmonë vend parkimi e gjen vërtet. Apo përse një person që thot jam me të vërtet me fat fitoj gjithmonë gjëra, fiton vërtet një gjë pas tjetrës gjithmonë. Këta njerëz e presin, fillo të presësh gjëra të mëdha dhe duke e bërë këtë, do të fillosh ta krijosh jetën tënde paraprakisht. Krijoje jetën tënde paraprakisht. Ligjin e tërheqjes mund ta përdorësh për të krijuar paraprakisht tërë jetën tënde, deri te gjëja tjetër që ke ndërmend të bësh sot. Malfort, bësues shkrimet e cilit paraqesin ligjin e tërheqjes nga perspektiva të ndryshme dhe na mësojnë si ta përdorim atë, na tregon se sa e rëndësishme është ta përfytyrojmë paraprakisht ditën tonë. Kur i thua vetes do të kem një vizitë të këndshme ose do të bëj një udhtim të këndshëm, ti je duke i paraprirë lëvizjes sate në materien e elementeve dhe forcave që do t'i organizojnë gjërat në mënyrë të tillë që ta bëjnë të këndshme vizitën apo udhtimin tënd. Nëse para vizitës apo udhtimit je në humor të keq, në ankth apo je i shqetësuar se mos ndodh ndonjë gjë e pakëndshme, paraprakisht je duke dërguar forca të padukshme që do të paraqesin ndonjë telash. Mendimet tona ose me fjalë të tjera gjendja jonë mendore janë gjithmonë në punë me organizimin e mirë ose të keq të gjërave paraprakisht. Ai ka shkruar këtë fjalë në vitin 1870. Çfarë pioneri. Shihet qartë sa e rëndësishme është ta mendosh gjithmonë paraprakisht çdo ngjarje të ditës tënde. Me siguri duhet të ketë ndodhur që të bësh të kundërtën e programimit paraprak të ditës sate, prandaj e di që një prej efekteve është se duhet ta bësh gjithçka me nxitim dhe me ngutje. Nëse je duke nxituar apo duke u ngutur, dije që mendimet dhe veprimet e tua bazohen te frika, pra frika e të qenit me vonesë, dhe se paraprakisht je duke organizuar, le të themi, gjëra negative. Ndërsa vazhdon të ngutesh, do të përfundosh duke tërhequr njërin pas tjetër gjërat negative në punën tënde. Krahas kësaj, ligji i tërheqjes do të organizojë në thonjza rrethana të tjera që do të detyrojnë të nxitosh e të ngutesh. Duhet të ndalosh e të dalësh nga ajo frekuencë. Merr disa çaste për të ndryshuar qëndrimin nëse nuk do që të tërheqësh gjëra negative. Shumë njerëz, veçanërisht në shoqëritë perëndimore, e gjurmojnë kohën dhe ankohen se ajo nuk u mjafton. Kur dikush thotë që nuk ka kohë, sigurisht që kjo ndodh prej ligjit të tërheqjes. Nëse nuk e nxjerr gjën në dritë duke menduar se nuk ke kohë të mjaftueshme, tani mbrapa pohon me solemnitet,
kam kohë më se të mjaftueshme dhe ndryshoje jetën tënde. Gjithashtu mund ta transformosh pritjen në një moment të jashtëzakonshëm për të krijuar jetën tënde të së ardhmes. Herën tjetër, kur të gjendesh në një situatë pritjeje, kape kohën të përfiturosh sikur i ke të gjitha gjërat që dëshiron. Këtë mund ta bësh në çdo vend dhe në çdo kohë. Ktheje çdo situatë të jetës në situatë pozitive. Për çdo ditë, nëpërmjet mendimeve të tua, mësohu të programosh paraprakisht çdo ngjarje të jetës sate. Për çdo gjë që bën dhe për çdo vend ku shkon, futi në veprim forcat e universit dhe mendoje paraprakisht mënyrën me të cilën do që kjo të ndodhë. Kështu je duke krijuar jetën tënde qëllimisht. Përmbledhje të sekretit. Si gjindja e Aladinit, ligji i tërheqjes zbaton çdo urdhër tonin. Procesi i krijues të ndihmon të krijosh gjithçka që dëshiron në 3 hapa të thjeshtë. Kërko, beso dhe merr. Duke i kërkuar universit atë që do, kjo të jep mundësinë të kuptosh se çfarë do në të vërtetë. Kur ti kesh ide të qarta, ke kërkuar. Të besosh nuk kupton të veprosh, të flasësh dhe të mendosh sikur i ke marrë të gjitha ato që ke kërkuar. Kur e mëton frekuencën e marrjes, ligji i tërheqjes vën në lëvizje njerëzit, ngjarjet dhe rrethanat në mënyrë që ti të marrësh. Të marrësh nënkupton që të ndjesh mënyrën si do të dukesh pasi të jetë materializuar dëshira jote. Nëse ndihesh mirë, kjo të vën në frekuencën e asaj që dëshiron. Për të rënë në peshë, mos u përshëndro te rënja në peshë, por te pesha jote perfekte. Ndjeje atë që përjeton kur ke peshën tënde perfekte dhe kështu do ta tërheqësh atë. Universi nuk ka nevojë për kohë për të konkretizuar atë që do. Është shumë e thjeshtë të konkretizosh $1, po aq sa është edhe me $1.000.000. Të fillosh me diçka të vogël, si me një filxhan kafeje apo me vendim për parkim në makinës, është një mënyrë e lehtë për të provuar ligjin e tërheqjes në veprim. Përqendrohu fort për të tërhequr diçka të vogël. Kur provon fuqinë që ke për të tërhequr, do të jesh gati të krijosh gjëra të mëdha. Programoje paraprakisht ditën tënde dhe mendo mënyrën se si dëshiron që të shkojë ajo dhe kështu do të krijosh jetën tënde qëllimisht.